Sot janë bërë 26 vite kur forcat serbe kanë vënë 20 banor të fshatit Goden të komunës së Gjakovës. Përnder të kësaj date, te lapidari i fshatit Goden mori pjesë edhe kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti me bashkëpunëtor. Kryeministri Kurti tha se regjimi i Miloševićit kishte zbatuar planin patkoj duke vrarë dhe shkatruar fshatra në Kosovë. Ndodhemi këtu pikërisht në 26 vjetorin e vrasjes 20 banorëve të fshatit, të moshave të ndryshme prej 20 deri në 70 vjeç, të 3 familjeve, Feraj, Osmanaj edhe Morina, në kohën kur Serbia po e zbatonte operacionin e saj gjenocidal patkoj për shfarosjen e shqiptarëve dhe pikërisht për të spastruar etnikisht të zona nga shqiptarët autokton, ajo dëshironte që paraprakisht të nëndonte nga Shqipëria. Kryeministri Kurti tha se martirë dhe të rënët janë themeli i Republikës së Kosovës dhe do të nderohen gjithmonë. Godeni është dëshmi e gjenocidit të Serbisë, por gjithashtu edhe dëshmi e qëndresës së popullit. Kriminalet kanë ikur, i kemi forcuar dhe zgjeruar kapacitetet për ndjekjen e kriminalëve, qofshin ata urdhërdhënës ose ekzekutor, por populli shqiptar është këtu si dëshmi që Republika, liria kanë ngadhnyer. Të vrarët në fshatin Goden janë të familjes Feraj, Morina dhe Osmanaj, prej të cilëve më i ri ishte 20 vjeçar e më i vjetri 70.